Këshilli për bashkëpunim rajonal çdo vit i zgjedh ose i njeh apo ju jap mirënjohje dhe çmime grave me ndikim në ekonomi në sektorë të ndryshëm, përveç sektorit të teknologjisë edhe në ekonomi qarkure, kreative apo ndërmarrëse të reja në moshë, cilat janë duke pas ndikim në ekonomi, kështu që në disa aspekte. Këtë vit kanë qenë 180 nominime në tërësi, do thot prej 6 shteteve ku ndërmarrës ose njerëz që e njohin ndonjë ndërmarrës të suksesshëm mundën me nominu, por pastaj një juri e përbër prej antarëve prej të gjithë rajonit mbledhet edhe vendosin se kush mendojnë se këtë vit duhet të shpërblehet për ndikimin që ka pas në ekonomi. Kështu që kjo ka ndodhur këtë vit, do të thotë që unë e kam marrë prej Kosovës. Kemi pas edhe viteve të kaluara përfaqësim prej Kosovës, po në sektorin e teknologjisë, domethënë çmimin për teknologji është mendoj hera e parë që e kemi marrë ne si Data Forex ose unë si Vlandër për ndikimin që jemi të e pas me produktin që e kemi zhvillu, domethënë këtë market intelligence ose platformën e inteligjencës së tregut ku bëjmë analiza ekonomike, ju ndihmojmë bizneseve çdo ditë në vendimarrje më të informume, po ashtu edhe organizatave ndërkombëtare që mbështesin sektorin privat, institucioneve edhe publike, kështu që besoj që kemi arrit goxha mirë me e shfaq këtë potencialin ekonomik, po edhe sfidat ku janë edhe me ju ndihmu në vendimarrje të gjithë akterëve.